Përshëndetje nga unë Margarita. Në rast të parë sot do doja t'i uroja të gjithë shqiptarëve kudo që janë në përbot gëzuar ditën e pavarësisë dhe le të jemi kudo shqiptar të bashkuar duke treguar se sa shumë ne e duam nënën tonë Shqipëri dhe duke e bërë atë krenare me veprimet tona kudo që jemi. Sot do doja të bënim një ushtrim reflektimi se si e mendojmë ne ditën tonë ideale të ëndrave. Sikur pa të stresin e orës alarmit që të bie, pa stresin e rrugës së trafikut, bobosë më zuri trafiku, pa stresin e vajtjes në punë për të shtypur kartën sepse ikën ora. Por, sa po të hapësh ti syt, ti të vazhdosh me atë qetësinë tënde, të qëndrosh në krevat dhe me sy të mbyllur, të futesh dhe të meditosh duke ndjerë atë butësinë dhe qetësinë e shpirtit tënd. E bën këtë për 5 minuta dhe ndjehesh goxha energjike. Vazhdon dhe bën punët e tua të ditës duke u kujdesur për veten tënde, për familjen tënde, me atë qetësinë tënde bën punët e shtëpisë, bën gjellën, bën çdo gjë që është për atë ditë. E organizon në mënyrë që të gjitha punët të bëhen, por të kesh kohë edhe për veten tënde, edhe për njerëzit e tu. Pastaj, mbasi i mbaron të gjitha këto, vazhdon dhe merr telefonin apo laptopin, ulesh dhe mbaron punën tënde për pak kohë. Çdo gjë e ke organizuar siç e do ti sipas ritmit tënd. Vjen mbasditja dhe vete në një supermarket, plotson nevojat e tua familjare, bën pazaret e tua ose shkon diku ku ti kërkon të qetësosh shpirtin tënd. Dhe në mbrëmje, kur ti vete për të fjetur, e ndjen veten shumë të lumtur, sepse ke pasur një ditë të balancuar dhe ke bërë të gjitha gjërat që ti ke dashur. Kjo është dita ideale e ëndrave që ne, personat që merremi me biznes digital online, kalojmë çdo ditë. Ju inkurajoj që edhe ju ta krijoni një ditë të tillë, sepse nuk bie nga qielli. Ju jeni ata që mund ta krijoni. Ju inkurajoj për këto ditë që kanë ngelur deri në fund të nëntorit, të mendoni edhe për ofertën e muajit, sepse keni vërtet goxha benefite, 4 fish më shumë se ata që futen për herë të parë, është komisioni. Ju uroj një ditë të mbar dhe kalofshi bukur me të gjitha mundësitë që ju doni për të kaluar një festë të bukur për ditën e pavarësisë. Uroj kudo shqiptarët ku janë të vazhdojnë të festojnë sepse jemi krenar për nënën tonë Shqipëri. Mirupafshim nga unë Margarita.